Siç e tregojnë edhe filmimet, në disa segmente të rrugës turistike Tamar-Vermosh në krahinën e Kelmendit, ende nuk janë pastruar gurët dhe inertet e rëna nga malet rreth 2 muaj më parë. Jemi në javën e fundit të qershorit, ndërkohë kur pastrimi duhet të kishte përfunduar që në ditët e para të muajit maj, por rrëshqitjet janë ende të pranishme në rrugë, ndërsa është shtuar ndjeshëm lëvizja e turistëve në këtë zonë. Një situatë e tillë jo vetëm pengon qarkullimin normal të automjeteve, por përbën edhe një rrezik serioz për jetën e njerëzve, pasi krijon kushte për aksidente në çdo moment. Është një gjendje e pajustifikueshme për këtë periudhë, pasi gjithçka duhet të ishte gati që në përfundim të stinës së dimrit. Por ja që në këtë aks rrugor, ndër më të rëndësishmit për zona turistike në shkallë vendi, ende nuk është marrë asnjë masë përgatitore. Ndërkohë nuk duhet harruar se kjo rrugë nuk shërben vetëm për Kelmendin, por edhe për krahinën shqiptare të Plavës dhe Gucis, përtej kufirit, fakt që e bën edhe më të domosdoshme mirëmbajtjen e këtij aksi dhe jo lënien e tij në këtë gjendje. Për këtë situatë jemi interesuar përmes një lidhjeje telefonike me specialistë autoritetit rajonal rrugor në Shkodër. Ata na thanë se ishin në dieni të këtij problemi, por puna është bllokuar për shkak se firmat që kanë detyrën e mirëmbajtjes janë prej muajsh në proces gjyqësor. Por kjo ka pak rëndësi për qytetarët dhe turistët, të cilëve nuk i interesojnë seanca gjyqësore, por ndërhyrja për pastrimin e rrugës. Sa më parë dhe jo zvarritje deri në këtë pikë. Pikërisht këto zvarritje në mirëmbajtjen e rrugës turistike të Kelmendit janë të papranueshme, ndaj edhe Bashkia Malësisë së Madhe është dashur të ngrejë zërin për këtë situatë.